Lor, pse ndodh pra ky blackout që unë përmenda pak më parë nga dhjetori në janar dhe nëse ti si psikologe mund të na jepi disa këshilla, se në fakt nuk është dhe ai shumë herët, ose dhjetori ecën shpejt dhe mund të shkruajmë disa gjëra që mund t'i bëjmë më mirë këtë dhjetor dhe fillim janari, por të mos e përjetuar atë blackoutin që na ndodh në fillim të janarit që na duket i shpifur, na duket i gjatë, na duket depresiv. Çfarë ndodh dhe si mund ta bëjmë më mirë janarin ton pas festave? Atëherë, blackouti fillon sepse niveli i dopaminës këto kohë festash është goxha i lartë dhe kur hyn janari të gjithë gjërat shuhen, duke filluar nga zbukurimet që ne kemi përgatitur gjithë dhjetorin që hiqen, drita nuk ka më, festa, zhurma, takime me miq. Pra ne i kthehemi një rutinë që është puna dhe përditshmëria jon. Kjo gjë ul nivelin e dopaminës dhe kthen atë rutinën që për hir të vërtetës askujt nuk i pëlqen. Disa këshilla që unë mund të jepja është që këtë dhjetorin mos ta marrim kaq vrullshëm vetëm me festa, por të mundohemi të bëjmë që tani një hartim të gjërave që duam për në vitin e ardhshëm, pra mos t'i lëm të gjitha për në janar. Duke i vënë vetes ato pikpyetje çfarë duhet të arrijmë, çfarë duhet të bëjmë, pra të fillojmë dhe ta zbusim këtë nivelin e adrenalinës që kemi gjatë këtyre festave, por të mundohemi të jemi pak në punë, le të themi, në thonjza. Do ishte mirë, nuk po them gjatë gjithë ditës, sepse absolutisht është jo normale se të gjithë duam të festojmë, por një orësh në darkë para se të flem do ishte gjëja ideale për të punuar pak me veten dhe me planet që duam të arrijmë për kapitullin e ri që nisim në janar. Gjë tjetër që mund t'ju thoja është janari me vërtet mund të duket i gjatë, por realisht është një muaj si gjithë muajt e tjerë.